Të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, të nderuar prindër, familjar dhe miq, dhe ju të kurorizuarit e sotëm Ignat dhe Maria. Sot qielli dhe toka gëzojnë bashkë. Kisha e shenjtë kremton, engjëjt marrin pjesë në mënyrë të padukshme dhe ne të gjithë bëhemi dëshmitar të një misteri të madh. Një mister që siç thotë dhe apostulli, është i madh në Krishtin dhe në kishën. Martesa nuk është thjesht një lidhje njerëzore. Ajo është një ikonë e dashurisë hyjnore. Ajo është një rrugë drejt shenjtërisë, një thirrje për të bërë një trup, një jetë e përbashkët që të kalojnë kohën dhe hynë në përjetësi. Sot, Ignati dhe Maria nuk po lidhin vetëm duart. Ata po bashkojnë jetët e tyre përpara Perëndisë. Ata nuk po ndërtojnë vetëm një shtëpi, por po themelojnë një kishë të vogël, një shtëpi të Perëndisë, ku dashuria nuk është ndjenjë kalimtare, por sakrificë e përditshme. Etrit e shenjtë të kishës sonë na mësojnë se martesa është një rrugë asketike, një martirizim, ku secili mposhtë egon e vet që të jetojë për tjetrin. Një nga etrit e mëdhenj na kujton, dashuria e vërtet nuk kërkon të sajën, por jep gjithçka, dhe në këtë dhënie ajo gjen plotësinë. Ignat dhe Maria, dëgjoni këtë të vërtet. Dashuria juaj nuk do të matet nga ditët dhe momentet e bukura që do të kaloni në muajin e mjaltit apo pushimet në resortet luksoze, por nga qëndrueshmëria në vështirësi. Nuk do të provohet në buzëqeshje, por në sakrifica. Nuk do të rritet vetëm nga gëzimi, por nga falja. Sepse martesa nuk është një udhëtim pa kryq, është një kryq që bëhet portë për të na çuar në ngjallje. Në shërbesën e shenjtë që kryem, ju u kurorzuat. Kurorat që u vendosën mbi kokat tuaja nuk janë vetëm shenja nderi, por edhe shenja sakrifice. Ato janë kurora mbretërore sepse ju bëheni mbretër në mbretërinë e dashurisë, por janë dhe kurora martirizimi, sepse dashuria e vërtet kërkon flijim. Kisha lutet për çiftin. O Zot, Perëndia ynë, kurorzoi ata me lavdi dhe me nder. Por çfarë është kjo lavdi? Është lavdia e një burri që vendos jetën e tij për gruan e tij. Është nderi një gruaje që mbështet dhe ndriçon burrin e saj me butësi dhe urtësi. Është bukuria e një dashurie që nuk shuhet nga koha, por forcohet prej saj. Të dashur prindër, sot zemrat tuaja janë të mbushura me emocione. Ju i rritët këta fëmijë me dashuri, me sakrificë, me lutje, dhe sot i dorëzoni në duart e njëri tjetrit dhe në duart e Perëndisë. Mos keni frikë, sepse Perëndia që i ka sjellë deri këtu do t'i udhëheq edhe më tej. Sot nuk humni një bir apo një bi. Sot fitoni një familje të re, një bekim të ri, një vazhdim të dashurisë tuaj. Dhe ju të rinj që jeni këtu, dëgjoni me kujdes. Bota shpesh ju thot, të keni frikë nga martesa, ta shtyni atë, ta shmangni, ta konsideroni si barr, ta përdhosni dhe ta shpërfytyroni. Por kisha e shenjtë ju thret në një të vërtet tjetër. Martesa është bekim, është rrugë shpëtimi, është gëzimi i thellë dhe i qëndrueshëm. Mos keni frikë të dashuroni me përgjegjësi. Mos keni frikë të ndërtoni familje. Mos keni frikë të besoni se dashuria mund të zgjasë për jetë, sepse ajo që ndërtohet në Krishtin nuk shembet. Ignat dhe Maria. Sot ju pit nga njëjta kupë, siç pin dikur ai çifti në Ungjil që na tregoi tek Ungjilli sipas Shën Joanit në Kana të Galiles, ku Zoti ynë Jezu Krisht bekoi martesën dhe e shndroi ujë në verë. Kjo kupë simbolizon jetën tuaj të përbashkët, herë e ëmbël, herë e hidhur, por gjithmonë e shenjtë kur ndahet së bashku. Mos harroni kur këtë, kur të vinë vështirësira, mos u largoni nga njëri tjetri, afrohuni më shumë. Kur të vi tundimi, mos heshni, lutuni së bashku. Kur të vi lodhja, mos u dorëzoni, kujtoni premtimin e sotëm, sepse Perëndia është në mes jush. Dhe ku është Perëndia, aty ka jetë, aty ka shpresë, aty ka dashuri që nuk shteron kurrë. Një nga etrit e shenjtë të kishës sonë thotë se një martesë e shenjtë është një orkestrë hyjnore, ku çdo sakrificë është një notë, çdo falje është një harmoni,
Çdo lutje është një melodi që ngjitet drejt qiellit. Le të bëhet kështu dhe jeta juaj, një himn i gjallë për Perëndin. Dhe kur vitet të kalojnë, dhe flokët të thinjen, dhe duar të rrudhen, nëse vazhdoni të bani njëri tjetrin me dashuri dhe besim, atëherë do të keni arritur atë që shumë kërkojnë, por pak e gjejnë. Një dashuri që nuk është vetëm njerëzore, por hyjnore. Atëherë fëmijët tuaj do të rriten në dritë. Atëherë shtëpia juaj do të jetë paqe. Atëherë jeta juaj do të jetë dëshmi. Dhe një ditë kur të qëndroni përpara Perëndisë, nuk do të jeni vetëm si individ, por si një unitet i shenjtë, si një dashuri që ka kaluar përmes kohës dhe është bërë për jetësi. Le të lutemi të gjithë që kjo ditë të mos jetë vetëm një kujtim i bukur, një gëzim së jashtëmi, por fillimi i një jete të shenjtë. Le të lutemi të gjithë që dashuria e tyre të jetë si një llamb që nuk shuhet kurrë. Le të lutemi që shtëpia e tyre të jetë e mbushur me hir, me paqe dhe me bekim. Le të lutemi që ata të ecin gjithmonë në dritën e Krishtit. Dhe le të themi me zemër të plotë: Zot, ruaj, bekoj dhe udhëhiqi në çdo hap të jetës së tyre. Ignat dhe Maria, shkoni përpara me besim, dashuroni pa frikë, falni pa kufi dhe jetoni në mënyrë që dashuria juaj të bëhet dritë për botën. Amin. Jam shumë i bekuar që jam para jush sot, Ignat dhe Maria. Jam shumë i lumtur që ju keni qenë pjesë e rinisë dhe vazhdoni të jeni pjesë e kishës së shenjtë, që kur u kam njohur keni qenë një shembull dhe model i shkëlqyer i të rinjve tanë. Ai model që ne do dëshirojmë për gjithë secilin prej jush. Dhe ai vend do të kthehet gjithmonë dhe do të mbetet gjithmonë atje ku mblidhen të rinjt, një vend ku do të predikohet për Zotin, ku do të mësohet për dashurinë, për unitetin dhe për vllazërinë, dhe gjithashtu një vend që do të mësohet për familjen, për nderimin ndaj saj, për sakrificat ndaj saj, në një vend ku do mësohet për dashurinë ndaj Zotit dhe dashurinë për njëri tjetrin. Unë uroj që të keni jetë sa më të bukur, sa më të bekuar, plot me bekime dhe mirësi nga Perëndia. Zoti t'u bekoj dhe me trashëgime. Është vërtet një bekim shumë i madh për ne që keni qenë pjesë e rinisë sonë ortodokse me trashëgime. Kjo është një dhuratë e vogël simbolike, një ikonë që stafi i rinisë donte t'ja udhëronte sot për martesën tuaj. Është ikona e Ylinës së sonë të bekuar. Edhe Maria, kjo është shembulli dhe modeli jonë i shkëlqyer. Dhe le të jetë edhe për ty një model i shkëlqyer. Pikërisht kjo ikona e Shën Marisë, me Zotin e saj që mban në krah. Zoti t'u bekoj, motra. Bekimet e Zotit keni. Bekimet e Zotit. Meni baj.